Apeli i gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vulosur dënimin me 1 vit burg për kryebashkiakun e Rrogozhinës Edison Memolla, duke e bërë vendimin të formës së prerë dhe të ekzekutueshëm menjëherë. Trupa gjykuese përbërë nga gjyqtarët Florian Kalaja, Igerta Hysi dhe Daniela Shirka shqyrtuan ankimimin e paraqitur nga mbrojtja, por vendosi që të mos ndryshojë dënimin e dhënë nga shkalla e parë. Kërkesa për shpallje të pafajshëm apo në konvertim të masës së shërbimit prove nuk u pranua. Sipas dosjes hetimore, Memolla u përfshi në një rast ndikimit palishëm gjatë zgjedhjeve të pjesshme lokale të 6 marsit 2022. Ai u regjistrua duke ndërhyrë pranë punonjësve të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike për të mos i ndërprerë energji një abonenti debitor në këmbim të mbështetjes me votë. Çështja nuk përfshin vetëm kryebashkiakun. Apeli konfirmoi gjithashtu dënime për 3 pandehur të tjerë. Blerim Xhamani u la në fuqi me 1 vit e 8 muaj burg, ndërsa për Isuf Toskun u ruajt masa me të njëjtin dënim, por e pezulluar me shërbim prove. Po ashtu në fuqi mbeti edhe dënimi me 1 vit burg për ndritshim Tavxhafaj. Me këtë vendim, procesi gjyqësor përfundon dhe autoritetet pritet të zbatojnë menjëherë ekzekutimin e dënimit për Memollën, duke çuar atë drejt vuajtjes së masës së burgimit.